Haxhi, një nga 5 shtyllat e Islamit, mbetet ndër udhëtimet më të veçanta dhe më domethënëse për besimtarët musliman, nuk është vetëm një rrugtim drejt vendeve të shenjta, por një rikthim i njeriu drejt vetvetes, drejt besimit dhe drejt përulësisë para Zotit. Për mira besimtar, thirrja për haxh është një ëndër që bartet me vite në zemër dhe një moment që pritet me mall e emocion të veçantë. Në ato ditë të shenjta, miliona njerëz nga e gjithë bota lën pas përditshmërinë, dallimet dhe angazhimet e jetës për t'u bashkuar në një vend me një qëllim të vetëm, adhurimin dhe afrimin tek Allahu. Çdo hap, çdo lutje dhe çdo ritual bart në vete përkushtimin, sakrificën dhe qetësinë shpirtërore. Doktor Femi Ebibi, drejtor i vakëfeve pranë Bashkësisë Fetare Islame, thekson se haxhi nuk duhet parë si një udhtim i zakonshëm apo turistik, por një përjetim i thellë shpirtëror që ndryshon njeriu nga brenda. Sipas tij, ky rituali mëson besimtarit durimin, barazinë, përulësinë dhe afërsinë me krijuesin. Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit të gjithë mëshirshëm. Haxhi është një nga obligimet e fesë islame ose një nga kushtet e binasë së madhe islame. Obligueshmëria e haxhit bazohet edhe në burimet kryesore të mësimit islam, që është Kurani famëlart dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, gjithsesi tradita profetike e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Gjeleshanuhu e urdhron haxhin në Kuranin famëlar duke thënë: "Velillahi alen nasi hijjul beyti men istata'a ilayhi sabila, wa man kafara fa inna Allaha ganiyun anil alamin." Allahu i madhrueshëm urdhon thot është bë obligim vizita e shtëpisë së shenjtë Qabes për ata të cilët kanë mundësi udhtimin atë. Edhe i dërguari i Zotit Muhamedi alayhi salatu wassalam thot është obligim haxhi për ata të cilët kanë mundësi udhtimi në të. Bazuar në këta di burimet kryesore të mësimit islam, shihet qartë se haxhi është fars ose obligim i detyrueshëm për çdo musliman dhe muslimane të cilët i plotësojnë këto kushte. Të jetë në moshën madhore, të jetë i shëndosh psikikisht, të jetë i lirë dhe të ketë mundësi materiale për ta kryer haxhin e bekuar. Ai flet edhe për urtësinë dhe mesazhet që bart haxhi, duke e cilësuar si një shkollë shpirtërore ku besimtari mëson ta pastrojë zemrën dhe të forcojë lidhjen me fen dhe me njerëzit. Të flasësh për rëndësinë dhe urtësinë e haxhit është një temë e gjerë, për arsye se çdo obligim islam në vetvete ngërthen shumë mesazhe, ide dhe urtësi të ndryshme. Por me këtë rast do ndalem vetëm në 2 momente të rëndësishme. Haxhi para së gjithash është një manifestim i barazisë në mes njerëzve. Gjatë kryerjes së haxhit në vendet e shenjta vinë miliona njerëz nga 4 anët e botës, të cilët kanë përkatësi të ndryshme kombëtare, të cilët kanë adete dhe zakone të ndryshme, të cilët janë me status të ndryshëm social. Ka njerëz shumë të pasur e më pak të pasur, ka njerëz shumë të dijshëm e më pak të ditur, ka njerëz të cilët kanë pushtet ose që s'kan pushtet. Për të gjithë ata i tekalojnë këta dallime kur veshin ihramet dhe bëjnë tavafin tek rreth Qabes, vetëm për hir të Allahu Gjeleshanu, ata të gjithë janë si vëllezër. Duke cituar ajete nga Kurani, Hoxh Fehmi Ebibi thekson se para Zotit të gjithë njerëzit janë të barabartë, pa dallim race, gjuhe apo statusi. Ai rikujton edhe porosinë madhështore profetike që Muhamedi u dha besimtarëve në haxhin e lamtumirës.
Allahu xhaleshanu në Kur'anin famulart e ka vërtetuar këtë duke thënë innamal mu'minuna ikhwa, të gjithë besimtarët janë vëllezër. Kjo në të njëjtën kohë neve na përkujton edhe ditën e mahsherit ose ditën e dhënies së llogarisë para Allahu xhaleshanu. Kur të dalim para Allahu xhaleshanu, të gjithë jemi të njëjtë, pavarësisht a kemi qenë në këtë botë të bardhë ose të zi, të kësaj përkatësie kombëtare ose asaj përkatësie kombëtare, të pasur ose të varfër. Të gjithë para Allahu xhaleshanu jemi njëjtë. Këtë dëshmon Allahu xhaleshanu edhe në Kur'anin famulart kur thot inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allahu xhaleshanu thot dhe ne ju kemi krijuar gjithë juve nga një mashkull dhe nga një femër. Dhe masandaj ju ndam në fisën e kombe me qëllim që ju të njiheni në mesvete. Por tek Allahu xhaleshanu më i afërt është vetëm ai i cili është i devotshëm. Edhe i dashmi Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në porosinë e fundit të tij në haxhin e lamtumirës e pohoi këtë. Dhe ju tha o ju njerëz, dini se babai juaj është Ademi alayhis salam i krijuar nga dheu. Por tek Allahu xhaleshanu nuk është më i vlefshëm as i bardhi as i ziu, as arabi as jo arabi. Tek Allahu xhaleshanu më i afërm janë vetëm ata të cilët bëjnë punë të mira dhe ata të cilët janë të devotshëm. Një moment tjetër i rëndësishëm kur flasim për urtësitë e haxhit, dua të potencoj faktin se haxhi është pashtu një manifestim i bindjes dhe përkushtimit të plot ndaj krijuesit. Shiqoni, haxhi ka rreziqe, ka vështirësi, ka sakrifica. Haxhi don sakrifica fizike. Haxhi don një përkushtim të plot shpirtëror. Po haxhi ka edhe një kosto të caktuar financiare. Vetëm besimtarët e sinqert, ata të cilët besojnë në Zotin xhaleshanu, janë në gjendje dhe kanë gatishmërinë që të bëjnë të gjitha këta sakrifica. Prandaj Muhamedi alayhis salatu wassalam i jep si harriqin për këta besimtar se ata të cilët e kryejnë haxhin me sinqeritet dhe devotshmëri, të cilët bëjnë një hax pa gabime, me brur të pranuar, shpërblimi i tyre është vetëm xheneti. Çdo vit mbi 2000 besimtarë nga Maqedonia e Veriut udhtojnë drejt Mekës dhe Medines për të kryer haxhin. Pas këtij organizimi qëndron një përgatitje e gjatë dhe një angazhim i madh institucional. Përgjegjësi për çështjet administrative në Bashkinë Fetare Islame tregon se interesimi i besimtarëve është rritur ndjeshëm viteve të fundit, veçanërisht pas periudhës së pandemisë, kur shumë njerëz filluan ta ndjejnë më fort nevojën për afrim shpirtëror dhe reflektim. Mënyra e regjistrimit është një çështje e cila viteve të fundit zgjon interes të madh te besimtarët e vendit tonë, pasi që nga pandemia e vitit që e kaploi vendin tonë dhe botën përgjithësi, disi ndoshta edhe ajo ka ndikuar që besimtarët e vendit tonë të zgjojnë interes më të madh sa i përket regjistrimit të haxhilerëve. Kuota e cila është për Bashkinë Fetare Islame është 2020 haxhiler. Ai sqaron se haxhilerët shoqërohen gjatë gjithë kohës nga hoxhallar të përzgjedhur, ekipe organizative dhe staf mjekësor, të cilët kujdesen që ky udhtim të zhvillohet sa më lehtë dhe sa më sigurt. Edhe vitin e kaluar, edhe si vjet, numri do të thotë kuota është e plot, 2020 haxhilerë që udhtojnë për në haxh dhe sidomos muftinit me numër më të madh të besimtarëve, sipas informatave që na vijnë nga muftinit, do të thotë se numri i tyre veçmo është plotsuar edhe për vitin 27, disa edhe për 28, po ka muftini që ka përfundime apo ndoshta edhe i kanë plotsu kuotën e vitit 2029, që do të thotë se interesimi dita ditës rritet dhe shtohet. E gjithë kjo neve na obligon që në gjitha përgatitjet të cilat i bëjmë me përkushtim maksimal dhe kjo është ajo që ndoshta ndikojnë më shumë faktorë dhe më shumë rrethona që numri i haxhilerëve interesimit jetë i këtij niveli.
bashkëpunimi me autoritetet e Mbretërisë Arabisë Saudite dhe koordinimi i vazhdueshëm janë pjesë e rëndësishme e këtij organizimi. Dua të theksoj vizitën e Ministrit të Haxhit dhe Umrës në nëntor të vitit 2024, ku vlerësoi lart punën e Bashkisë Fetare Islame, pasi që po atë vit në organizimin e Haxhit, Bashkia Fetare Islame ishte radhitur në 500 e parë të vendeve të botës për mënyrën e organizimit të Haxhit, dhe kjo na jep neve një shtysë që ne edhe në të ardhmen të vazhdojmë me punën të cilën e bëjmë në organizimin e Haxhit dhe në bashkëpunimin me autoritetet e Mbretërisë Arabisë Saudite. Me siguri, patjetër, Bashkia Fetare Islame i kushton kujdes të veçantë edhe aspektit shëndetësor të haxhilerëve dhe para nisjes së haxhilerëve nga vendi ynë, Bashkia Fetare Islame krijon apo formon ekipin mjekësor që kujdeset për haxhilerët. Në këtë ekip mjekësor, do të thotë të gjithë mjekët që ne i marrim në shërbim të haxhilerëve janë mjekë të licencuar që shërbejnë besimtarët në vendin tonë dhe në çdo aeroplan gjatë udhëtimit është një mjek i cili është i gatshëm të ofrojë shërbime edhe në aeroplan për haxhilerët, pastaj pas arritjes në Mekke dhe në Medine, në ambulanca të improvizuara brenda hotelit, haxhilerët kanë shërbimi 24 orë, shërbim mjekësor 24 orë, në ambulancat të cilat janë të pajisura me mjekime të mjaftueshme, të nevojshme për sigurinë shëndetësore të haxhilerëve. Aty trajtohen rastet e zakonshme, ndërsa nëse eventualisht kërkon nevoja që të bëhet edhe trajtim spitalor, atëherë ekipi mjekësor, gjithsesi organizatori i haxhit, ka bashkëpunim të suksesshëm me spitalet, gjithsesi me Ministrinë e Shëndetësisë të Mbretërisë Arabisë Saudite dhe me spitalet e vendit, të cilat për stinën e haxhit janë tejet të përgatitur dhe janë të gatshëm të ofrojnë çdo ndihmë të mundshme. Kryetari i Bashkisë Fetare Islame Shaqir Efendi Fetahu thotë se haxhi është një udhtim që le gjurmë të përhershme në jetën e besimtarit. Sipas tij, njerëzit që kthehen nga vendet e shenjta sjellin me vete më shumë qetësi, më shumë përkushtim dhe ndjenjë të re përgjegjësie ndaj jetës, familjes dhe shoqërisë. Çdo një obligim fetar ka për qëllim që në jetën e besimtarit të reformoj atë, ta bëj prej atyre të cilët do të jetë në shërbim të kultivimit të së mirës. Pra edhe haxhi ka vlera dy dimensionale. E para është ajo që ti besoj të madhet Zot dhe ti kryej porosit që i ka për jetën e tij, me qëllim që të fitoj shpërblimet e Allahut fuqiplot. Dimensioni i dytë i haxhit është që tek besimtari të jep vlera të cilat do ta formojnë si personalitet të shëndosh. Vlera e haxhit qëndron në faktin e dëshmisë së tij të lidhshmërisë me Allahun fuqiplot, me gatishmërinë për të kryer obligimin dhe urdhrin e Allahut fuqiplot, nëpërmes të cilës kryerje ai arrin që të dëshmojnë në praktik se është i gatshëm të vejnë në shërbim të kryerjes së këtij kushti edhe vetdijen e tij, edhe aftësinë e tij, edhe trupin e tij, e në veçanti pjesën e pasurisë së tij, e cila është e nevojshme për të kryer kushtin themelor
të haxhit. Në vazhdon e kësaj porosie, kreu i Bashkisë Fetare Islame Shaqir Efendi Fetahu flet me emocione për lidhjen e veçantë shpirtërore që besimtarët krijojnë me Zotin gjatë ditëve të haxhit. Përveç tjerash, është shumë me rëndësi të kuptohet fakti se në Qabe njeriu menjëherë ndjen një lidhshmëri më të fuqishme me Allahun fuqiplot, aty përjeton jetën e Muhammedit alayhis salam, përjeton fillimin e shpalljes së Kur'anit në Mekë, ku shpall fjala e parë, lexo, mëso, studio në emrin e Zotit tënd. Pastaj përjeton praktikisht përvojën e fillimit të Islamit, misionin e Muhammedit alayhis salam, bashkëpunëtorëve të tij, që ne u themi ashabëve të tij, si dhe përjeton bazat e fillimit të lindjes së Islamit, thirrjes në Islam, fillimi i shpjegimit të parimeve kryesore themelore të Islamit, duke filluar nga besimi në një Zot, pastaj çështja e obligimit të namazit, agjërimit, zekiatit, haxhit dhe shumë porosi tjera. Me një fjalë, haxhi, përveç që është një obligim fetar dhe obligim i domosdoshëm, është një inspirim i gjallë për çdo një besimtar, ku besimtari forcon besimin e tij, dhe e dyta është një vend dhe një përjetim ku besimtari vendos prej atij momenti që edhe më fuqishëm do të jetë në shërbim të Allahut fuqiplot. Ajo që është shumë e rëndësi është që besimtari për hir të Allahut fuqiplot, ai sakrifikon pra aftësitë e tij fizike, shpirtërore dhe materiale, që tregon se besimi i tij është i paluhatshëm, dhe në vendin e shenjtë, në Mekë, në vendin në Qabe, në Arafat, në Mine, vendet e shenjta ku vizitohen, ai ka një thirrje që i drejtohet Allahut fuqiplot: lebejk la sherike leke lebejk, të përgjigjem o i madhi Zot, nuk ka Zot tjetër përveç Allahut fuqiplot. Do me thënë, ai drejtohet drejt për së drejtit madhit Zot, duke i thënë: i madhi Zot, i përgjigjem urdhrit tënd pa fije dyshimi dhe pa fije luhatshmërie, me shëndetin tim, me trupin tim dhe me pasurinë time. Për atë shkak Muhamedi alayhis salatu wassalam ka definuar haxhin si diçka jashtëzakonisht të lartë tek Allahu fuqiplot, që vlerësohet pa mas, duke thënë: men haxha walem yarfuth walem yafsuk raja'a ka yawmin waladathu ummu. Kush e kryen haxhin duke mos gabuar, men haxha walem yarfuth walem yafsuk, duke mos i thyer rregullat e haxhit dhe duke mos bërë asnjë gabim, kthehet në familjen e tij i pastër, sikur ka lind nga nëna e tij. Kjo do të thotë besimtari i cili vërtet me vetdije të lartë, me besim të paluhatshëm, kryen të gjitha kushtet e haxhit në vendet e shenjta, duke vendosur se prej atij momenti do të jetë edhe më i përsosur, edhe më i bindshëm në besimin që ka, atë Allahu fuqiplot
do të shpërblej me falje të mëkateve të shumta që eventualisht besimtari mund t'i bëjë. Ndalet edhe te begatit e një haxhi të pranuar. Çdo një obligim fetar që kryhet, pra edhe besimtarët tanë që i kryen obligimet, të gjitha obligimet fetare, në veçanti haxhin, duhet ta kuptoj se haxhi nuk është diçka formale në jetën e tij, që bëhet pa ndonjë qëllim të pastër dhe të sinqert. Duhet të kuptoj se kryerja e haxhit atë duhet ta reformoj, duke i larguar nga jeta e tij veset që i ka patur më parë, duke e bërë atë më të vetëdijshëm, duke e bërë më besimtar, duke e bërë njëri i cili do të jetë në shërbim të kultivimit të smirës, me aktivitete të ndryshme, edhe si individ, por edhe ndikimin e tij të fuqishëm në familjen e tij, si dhe tek rrethi ku jeton dhe vepron. Ai që e kryen haxhin vërtet duhet të reflektojë dhe duhet rrënjësisht të ndryshojë jetën e tij në sjelljet e tij ndaj vetvetes, ndaj familjes dhe ndaj shoqërisë në përgjithësi. Për shumë besimtar, haxhi mbetet udhëtimi më i rëndësishëm i jetës, një udhëtim që nuk matet me kilometra, por me ndryshimin që lën në zemrën e njeriut. Është një përjetim që nuk përfundon me kthimin nga Mekka dhe Medina, por vazhdon të jetojë në shpirtin e besimtarit, si kujtim, forcë dhe si udhëzim për të gjithë jetën.